do ta mbrojnë. Të gjithë. Janë bandë hajdutës zotëri, nuk janë politikanë, më keni qartë të gjë. Por nuk guxon njëri të ngrihet atje të flasë ndryshe, sepse ndryshe e eliminon fizikisht ai me bandat që kanë rrugë. Janë fuqizuar bandat të mbrojtur direkt nga shteti. Kur them nga shteti, do të them nga policia. Spaku ka bërë ca goditje avokat. Të lutem. Ato që ka bërë Spaku janë që nuk i prishin punë Edi Ramës. Ati ku i prishet punë, si kundër qikoni mbron me këmbgulli hajdute. Avokat, ju keni thënë për Brown që është komunist, po tani edhe komunistët shkoj kërkoj 30, thotë që ajo rrezikon 35 vite burg, ka gjë që nuk shkon këtu. Me dorë të hekur. Të lutem. Spaku në presionin dhe urdhrat e amerikanëve dhe të gjermanëve që e amerikanëve që paguajnë dhe të gjermanëve, nuk e shikoni që është izoluar fare nga gjermanët Edi Rama dhe Shqipëria? A nuk e shikoni? Po shqiptarët nuk e shikojnë këtë gjë. Por çfarë duan më këta se nuk po kuptoj. Çfarë duan më që të marrin vesh që ne po na qeverisë një bandë hajdutësh. Ngrihen dhe thonë do ndryshojmë ligjin që të mos pësojnë gjithë, mos diqen penalisht hajdutët që kanë pushtet, ministra, kryeministra dhe presidenta. Kishte bërë vaki kjo. U detyrua e ngarkuara me punë zonja Horn dhe u detyrua të vejtë atë kokleshin, peleshin që quajnë atë. Avokata, kemi kryetar kuvendi. Të respektojmë institucionin. Dëgjo, ata janë uzurpatorë të institucionit. Ata nuk janë të zgjedhur. Ata janë të vendosur, të emëruar. Ata janë bandë hajdutësh. Dhe ai po të kishte integritet, po s'ka integritet, po së mund të ketë integritet me Edi Ramën, ai më vej ketë tani mos e ulim pjacën kaq shumë. Po çfarë integritet do ketë ai me Edi Ramën kur Edi Rama auto do bëni dhe mund të pikë mbaroj. Pse mendoni që gjermanët kanë marrë një rol të rëndësishëm edhe në SPAK, por edhe në Tiranë në këtë, si rrotullohen gjërat, si rrjedhin këtu tek ne? Përse? Sepse vetëm dy shtete kemi miq dhe vëllezër në këtë planet. Gjermanët si në Austri dhe në Gjermani. Se dhe austriakët popull gjermanik janë. Austriakët janë më periferik në raport me lëvizjet, po. Në histori po, i qëndron ajo, po për momentin janë gjermanët, zotëri, janë gjermanët, por e gjermanët do të arrëzojnë atë, si që po e qef e kanë izoluar. E kanë izoluar, ata që janë shtet dhe popull mik për neve, për ne shqiptarët. E kanë izoluar, Shqip i thonë qërohu ik nga pushteti, shti thonë më. Por ai me Kallisteri, kryetari i Komisionit Politikës Jashtme në Bashkimin Evropian që ishte pak ditë më parë, nuk e takoj fare Berishën, e njëroj, tha shiko mua po mikin avioni, tha lere Berishën. Tani, që të rëzojnë njërin, duhet të angrejnë palën tjetër, besoj. Ndërkohë që tjetëri s'po japin dorën fare. Kë palë tjetër? Ato që ju thoni janë bashkë, po ata këdo sjedhin që të rëzojnë. Kë palë tjetër, të lutem, emeroj, cilësoj, kë palë tjetër? Po, ato që ju thoni janë bashkë, pra Berishën. Të lutem, me mua, dëgjo, nuk të japë më intervista për fole pastër me mua, drejtësisht. Dhe të lutem do t'i transmetosh se që bëjmë këto debate. Po ju, avokat, ju e dini që unë nuk kam bërë asnjëherë, asnjë prerje nga debate. Bravo, jam shumë i kënaqur se nuk censuron asnjë gjë. Ajo ja quajtur palë tjetër, s'është palë tjetër, zotëri. Jo, janë bashkë, ata e dinë që janë bashkë. Po këto sjedhin gjermanët, po larguan këta, këto sjedhin. Për të larguar këta dhe këto sjedhin? Po, se këtu janë shqiptarë. Këtu janë qytetarë shqiptarë, intelektualët shqiptarë, këtu në Tiranë janë, këtu në Shqipëri janë, këtu janë. Mirë po, akoma nuk është dhënë drita jeshile që të merret pushteti dhe të qërojnë këta. Dhe kjo duhet bërë në mënyrë më paqësore të mundshme. Nuk do bëjmë ne të vriten njerëz si që vrau Mubaraku, se aja të kërkon. Të dy këta duan të vrasin, se të dy kanë vrarë deri tani. Dhe 21 maj, 21 janarin e kanë bërë të dy bashkë. Të dy bashkë, gangsterët, katilët, kriminelët e komunistë që drejtojnë Shqipërinë. E kanë bërë të dy bashkë. Në Shqipëri, zotëri, por zbatohet pik për pik porosia e Ramzdalis. Nuk do dorëzohet pushteti në asnjë mënyrë. Pra duan pushtetin ta mbajnë me luftë, duan pushtetin ta mbajnë me zor. Prandaj i them atij zotërisë Shpresës Demokrate, o dili zot vendit ose mos dil flasësh më atje.
Avokat, me qeverinë teknike çfarë po bëhet me qeveri sot? Se di e që ka krijuar të dalë qeverinë teknike, ku është ç'është? Se një njeri, kush e ka njohur deri tani? Edhe opozita është e rrequr nga ajo ideja për qeverinë teknike tani. Nuk është se e përmend shpesh opozita. Ndjes avokat, ata janë bashkë. Që t'je kuptove se gati i qaun të t'jë përfiti. Tani nuk kemi lënë pa diskutuar fakti që u kthye kryeministri nga Amerika, nga një pjesë e opinionistëve, është interpretuar edhe sikur ka një stepje nga spaku. Pra, shikon, nuk do jetë më si përpara, sepse atje takoi Trumpin. U prit në Amerikë, ra gjithë ajo që kishin ngritur që nuk do shkoj, nuk do bëj, do të arrestojnë, jo dosja me Gonigal, jo do vinë helikopteri në Sorrel, më the, të thash, ai mire bukur vajti. Ku vajti? Atje me Trumpin, firmosën bordin e paqes. Ç'është bordi i paqes? Rëndësi ka emri. Trumpi që lutem, vajti dhe mbështeti Netanyahu vrasësin, kriminelin, sadistin, kanibalin. Aty ishte edhe Turqia. Pra, ishte Izraeli, po ishte edhe Turqia. Kanibalin, Turqia ka interesa direkte atje. Ky që djallën e se më skërkonte që vajti atje, edhe mbështeti Netanyahu. Edhe Kosova. Se Netanyahu është kanibal. Dhe u kanë dalë letrat të tërë që janë kanibal, janë pedofil, janë vrasës, janë kriminel, bashkë me ta dhe ky juni. Ky Shqipëri se juni s'është. Pra, nuk është të ndryshon gjë që ishte atje që takoi Trumpin. Pare, zere se vate për një xhiro. Ka ardhur në një ftesë nga Departamenti i Shtetit ose nga zyrtare nga presidenca amerikane që t'i vijnë nëpërmjet ambasadës, ka protokoll. Ka përfaqësi diplomatike, nuk bën ato pritjet ashtu. E pe sa foli me Trumpin dhe sa foli me Vjosa Osmanin, presidenti i Amerikës. Bashkë aty që diskutuan të tre. Akoma nuk dihet çfarë folën aty. Ai tha Vjosa Osmani zonjë tha, për çdo problem që të kesh me Selbin, do marrësh mua direkt në telefon. Që të kesh të t'jap presidenti i Amerikës telefonin personal dhe të thotë që do komunikojnë bashkë për çdo problem që të kesh, kjo i thotë të tëra. Kështu që s'kam pikën e dyshimit që Amerika nuk na lëçon. Pa Rama që tha, se ishte dha, ishin të tre kur folën aty. Rama ndonjë si një zagar që priset të hidhni në një kock. Se s'ja vaj njeri. Për Hashim Thacin. Hashim Thaci unë ua kam thënë dhe po e them. Hashim Thaci do rrej në burg. Kjo nuk është dëshirë, avokat, mendoni që është si pasojë e dëshirë, jo, është vendosje drejtësie, ka vrarë njerëz të LDK-s, janë vrarë 127 burra të LDK-s. Dhe asnjë PDK-s. Avokat, ju dëgjova në Kosovë tek emisioni, në mos e gaboj, Koishia Show. Koishia Show. Po. Po ne nuk kishim folur më përpara, pak i kishim prekur bashkë të bisedë. Ju nuk është se mbështeteni në prova, po në deklarata për këtë, atë që kanë thënë të tjerët apo jo? Unë mbështetem te deklarimet e udhëheqësve të LDK-s. Dhe tek njerëzit që kanë shkuar dhe kanë dëshmuar për krimet që ka bërë Partia Demokratike e udhëhequr nga Hashim Thaci. Dhe ata akuzojnë se kanë vrarë shqiptar, nuk akuzojnë se kanë vrarë sërbë. Për sërbët si akuzon njeri se sërbët ishin pushtues, ishte justifikuar lufta kundër tyre, ka mbaruar. Por partje më vjen një video shumë i shkurtër, një 10 sekonda, ku Hashim Thaci deklaron dhe thotë unë s'kam marrë pjesë në luftë me armë dorë. Atëre çfarë ka qenë? Po e tha atje në gjyq që ka qenë drejtorisë politike, që ka qenë vijë në frontit, mos gabojmë. Ka dhënë urdhër. Për vrasje. Me ato që unë pash në gjykat, në dëshminë atje, me ato provat e prokurorisë tash të quajtura, avokat, po jap mendimin tim, nuk është se më duket shumë bindëse ata avokat për dënuar njerëz me 45 vite burg, ndërkohë që nuk është se lidheshin as provat, ca dëshmi ishin në nivel shumë poshtë avokat. Të lutem, nuk marr përsipër të gjykoj një gjykat. Se s'mu ta bëj këtë, unë jam jurist. Unë kam